Mirëmëngjes. Na kishte kapur muhabetit të gjithëve, se është mëngjes. Diskutojmë Matsa shoku Ilo. Dhe ne rrim nga që lodhemi nga puna dhe fillojmë mendojmë për pushimet dhe diskutojmë për destinacionet, po këtë herë morëm edhe Elefterin. Sa herë shohim Elefterin nga pas. Mirëmëngjes Elefterin. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Nëse flasim për pushimet, pak po e sigurt që edhe nëse jemi në kafe do rrim 5 minuta më shumë, edhe nëse kemi pushim do rrim 10 minuta më shumë, kështu që mos e mirë kuptueshme. Gjithmonë ka kohë për të folur për pushimet, po këtë herë ti ke zgjedhur na flasësh për resortet. Çfarë duhet të dim për to? Sikurse ne kemi folur në këto dy takime që kemi pasur bashkë që në nisje të këtij emisioni, resortet janë një nga alternativat më të zgjedhura, më të preferuara, më të dashura për të gjithë. E kur flasim për resortet, pa diskutim që mendja na shkon tek Antalya, tek kryeqyteti i turizmit. Dhe në Antalya për shumë vitesh tani më është një resort i cili mban le të themi numrin 1 dhe e ka shumë vështirë ta lëshoj numrin 1, bëhet fjalë për Ixos Premium Tekerova. Është një brand mirëfilli i cili në fakt shtrehet në disa shtete të ndryshme, jo vetëm në Antalya, por në Antalya është i njohur për shkak të konceptit unik all inclusive, all exclusive, që do të thotë një përvojë gjithëpërfshirëse ku praktikisht shkon me rrobat e trupit dhe çdo gjë e shijon atje bashkë me fëmijët. Edhe peshqirin e ka atje. Të gjitha peshqirin. Peshqirin madje mund ta marrësh me vete nga Riksosi, si zbojnë shumica që marrin peshqirat dhe Lorena po janë këto që e marrin kështu në valizë. Eura, E bëni me shampot po. Me shampot, me shapkat të cilat janë në qeset e tyre plastike, një përdorim I marrin, no? Patjetër, shampot e vogla, po tester. ata gjithë ato lek për ato pushime. Dhe të mendosh se po përfiton duke marrë një palë shapka plastike. Kam përshtypjen në shfor marketingu që ti marrësh me vete dhe ti përdorosh e ti shohin të tjerët. Jo, po një palë shapka këtu, një palë shapka atje, i shitet ti, e bëre biznesin. Opa, hap dyqani. Po pse çatë ti? Tani, kjo ishte all inclusive, po all exclusive? All inclusive, all exclusive është koncepti i Ixos Premium Tekerova, i cili ofron një përvojë krejtësisht ndryshe nga të tjerët. Edhe e theksojnë këtë që nga momenti që të mikpresin, sepse për ta luksi i mirëfillt i pushimeve nuk ndodhet tek lobi kryesor, se sa luksoz është një shandan apo divanet ku ti akomodohesh, por mikpritja, cilësia e të gjithë përbërësve që përdoren për ushqimet e tyre, shumëllëshmëria e aktiviteteve dhe një agent mirëfilli e cila të shoqëron nga orët e parë të mëngjesit deri në mbrëmje vonë. Në momentin që mbërrin në Ixos Premium Tekerova, ti mikpritesh pa diskutim nga stafi i cili të akomodon në dhomën e përzgjedhur, e cila mund të jetë në dhomën me pamje nga deti, nga mali apo në viletat për ata që duan pushime pak më intime. Dhe në momentin që akomodohesh në secilën prej dhomave, ti në mënyrë të menjëhershme merr informacion dhe për aktivitetet që do të ndjekësh për të gjithë kohën tënde të qëndrimit atje, që mund të jetë një javë, ku një pjesë aktiviteteve janë për të rriturit, një pjesë aktiviteteve janë për fëmijët. Këto për fëmijët më interesojnë. Si gjithmonë, Franci. Jo, po do thoja Ka gjithmonë Do shkoj tek ajo rëshqitja e madhe. Jo, do thoja për shembull, se më ngacmoi Mikaela nga java e kaluar që tha koncertet duhet i dim patjetër, ne këto aktivitetet që përfshin moshën tonë, rinin, përgjithsisht njerëzit e famshëm që pritet të vizitojnë të njëjtat Ti dhe Gjeni Ferrani ston. S'është tjetër. Tani do të dish, a janë në të njëjtin orar aktivitetet që të shkosh i qet në koncerte dhe të lesh fëmijët gjekundi? Tu doja me dalë. I kanë menduar të gjitha ata. Pa diskutim, por një qershim bitor të kësaj takon brandit të Rixos është për shkak të disa resorteve që ndodhen pranë njëra tjetrës, Rixos Premium Tekerova, Rixos Park Belek apo Rixos Sungate. Tek për ata që zgjedhin pushimet për Rixos Park Belek kanë akses në parkun më të madh të lojrave në rajon The Land of Legend. Wow. Okay. The Land of Legend ndodhet shumë pranë resorteve, ku resortet ofrojnë transportin me bagi ose me minibus të vegjël 2 herë apo 3 herë përgjatë ditës, pra në orare të ndryshme, dhe The Land of Legend është një qytet i tërë mirëfilli me një gamë nuk e di se sa të madhe lojrash, duke përfshirë kategori nga më të ndryshmet, nga ato bebe deri tek
fëmijët të cilët vdesin për Masha and the Bear, tek Masha dhe të rritë që duan të provojnë roller coasterin më të lartë edhe më të shpejt në Europë, dhe duhet thënë që ndodhet tek The Land of Legend. Fiks për ty Mikaela. Është adrenalin vërtet që të ndalon zemra dhe mund ta shohësh veten që të ka rënë disa herë të fikët gjatë kohës Kanë që edhe filmimet. Po, pasi mbaron nxjerrën atje, mund të shohësh veten në mënyrën më të tmerrshme që mund ta shohësh do Jo, duhet të jetë edhe një dhuratë shumë fantastike për gjithë fëmijët, për shembull, kur kanë ditëlindjen edhe ndoshta duan ta festojnë të marrin edhe shoqëri me vete bashkë me prindrit e tyre, do ishte dhurata ideale. Është fantastike. Në Land of Legends. Partelashi i hape prindërve. Po tani Kjo është një arsye pse në fakt të gjithë ata që zgjedhin të kalojnë pushimet e tyre tek Rixos, të paktën The Land of Legend përpiqen ta bëjnë 2 herë në kohën e tyre të shëndrimit, sepse duhet thënë që të merr gjithë ditën. Pra nuk bëhet fjalë për qoftë edhe për ta vizituar nga njëri cep tek cepi tjetër i The Land of Legend, të duhet minimalisht gjysma e ditës për të parë lojrat, e jo më për të provuar ato. Kështu që çdo herë që të shkosh ke nga një mundësi ndryshe për të bërë një aktivitet apo një lojë e cila ndoshta të përshtatet, ndoshta të duash ta shohësh nga jashtë apo të duash të shoqërosh fëmijët. Jo, pak po e sigurt që Elefteri sot kemi përmendur edhe pak kafshët, edhe dua të dija ka resorte që janë pet friendly, pra lejohet hyrje me kafshët? Po, ka shumë resorte që i lejojnë kafshët e tyre. Rixos Premium Tikerova ndër të tjera është një resort që është i rrethuar edhe nga pata të shumta, nga mace të shumta. Në disa zona të ndryshme të resortit janë edhe mini liçen të vegjël që mund të shohim edhe flamingo të vërtet. Kështu që në zonën e Viletave duhet thënë që shtrirja është shumë e gjerë, shumë e madhe. Dhe zona e Viletave është për ata që duan pushime pak më shumë ekskluzive. E përrjedhoj të gjitha vilat kanë daljen e tyre direkte në pishinën, e cila është krejtësisht e mëvecishme nga pjesa tjetër e resortit. Pra, nga godina qendrore kanë restorantin e tyre të dedikuar, jo një, po disa restorante, baret po ashtu, zonën e xhelaterisë, pra të ëmbëlsirave dhe të akulloreve, si edhe zonën e beach barit, e cila duhet thënë që është pak më shumë ekskluzive se sa të tjerat për shkak të një pieri të ngritur atje edhe të një, le të themi, ekskluziviteti të merituar për shkak të asaj çfarë paguajnë edhe duan më shumë privatësi. Por pa diskutim që të gjitha shërbimet që i marrin në zonën e Viletave i marrin edhe ata që pushojnë në godinën qendrore të Rixos Premium Tikerova, i cili duhet thënë që në këtë vit në fakt është rinovuar i tëri. Çdo vit bëhen rinovime të herpashershme dhe duan të vinë çdo vit ndryshe, por këtë vit duket se kanë superuar edhe veten sepse vinë në plot 14 restorante. 14 restorante. Për të gjithë ata që mendojnë se ndoshta do mund të mërziten në një javë pushimi duke ngrënë të njëjtat, apo jo? pa diskutim, po. Kanë tematika të ndryshme, kanë tipologji të ndryshme pjatash dhe kulinarie, ku pa diskutim më të preferuarat mbetet mezetarja italiana, tavernat greke, por edhe ato japoneze nuk ngelin pak, por ka edhe restorante me menu à la carte, ku në ditë të caktuara të periudhës së sezonit, të pikut të sezonit, pra të qershorit, korrikut, gushtit dhe ndoshta pak fare fillimit të shtatorit, vinë edhe disa nga kuzhinierët më të njohur në botë, të cilët janë me yje Michelin dhe gatuajnë për të gjithë ata që do kenë fatin të ndodhen aty për gjatë atyre ditëve. Elefteri, yes, Franc, cila mendon se do ishte periudha ideale për ta vizituar resortin? Gjithmonë, sepse piku kanë përshtypjen ka edhe çmimet më të larta, edhe dyndja është më masive normalisht. Po, kjo është e vërtet, që dyndja më e madhe është për gjatë korrikut dhe gushtit dhe çmimet më të mira janë gjithmonë në mes të majit apo të qershorit, por gjithashtu edhe në fund të shtatorit. Duhet thënë që Antalya ka një klim shumë të mirë, ka një klim optimale për të pushuar edhe në fund të shtatorit. Për ata që ndoshta nuk kanë mundësinë që të skuputen për gjatë verës ose kanë menduar pushimet e tyre diku tjetër apo qoftë edhe duan të përfitojnë nga paketat me çmime disi më të lira. E duhet thënë që në fakt për të gjithë ata që kanë bërë rezervimet e tyre me early booking për gjatë gjithë kësaj kohe dhe do vazhdojnë të bëjnë, Rixos në të gjitha resortet e tij, në Rixos Premium Tikerova apo Park Belek, do t'i ofrojë të gjithë prindërve që 2 fëmijët e tyre t'i marrin pa paguar asgjë ekstra. Nuk dua të them fjalën falas, e them gjithmonë këtë që më duket sikur japin fëmijët falas kur i merr me veten në pushime, por nuk do duhet paguajnë asgjë ekstra dhe për Rixos Premium Tikerova dhe Rixos Park Belek është një shifër jo pak e vogël për të përfituar për të gjithë ata që nuk i mendojnë pushimet e tyre pa fëmijët, e në fakt në resort nuk mendohen pushimet pa fëmijët. Por duhet thënë që edhe për ata që janë një çift i ri dhe duan të kalojnë muajin e tyre të mjaltit apo duan të festojnë ditëlindjen apo për vjetor të ndryshëm,
prezenca e fëmijëve në resort nuk do të përbëjë as pak problem për ta, për shkak sepse resorti është gjigant dhe nuk ka fare bërhorima fëmijësh që të shqetësojnë në sfond në asnjë moment. Tani ka një datë kur pritet që të fillojë ai piku i turistëve, si më thon, në muajin e parë të verës besoj ose në çik më përpara dhe kur pritet që të jetë ajo kurba që është në pikun e vet më të lartë dhe pastaj që vazhdon edhe bie. Pa diskutim që korrigu dhe gushti mbeten dy më të nxehtët, të cilët nuk mund t'i veçojnë njëri nga tjetrin sepse për shkak të edhe të ndryshimit të temperaturave së fundmi edhe ngrohjes globale, kemi vënë re që temperaturat shumë të nxehta vijnë që në fillim të korrikut e nuk duhet të presim më pikun e gushtit. Kështu që edhe korrigu dhe gushti mbeten piku kryesor i pushimeve dhe të gjithë atyre që e zgjedhin, ndaj edhe vetë resortet në këto 2 muaj përpiqen që të ofrojnë sa më shumë aktivitete të ndryshme. Ku duhet thënë ndër të tjera një pikë shumë e rëndësishme për ta theksuar, duke qenë se tek tim më lind gjithmonë dëshira për të folur për fëmijët. Më duket se tek gjithë studiuarit po janë ndjellin Francit që së shpejti Franc. Po ne skemi nuse më motor pale. Mungon materiali bazë. Ja, me bindur që deri në fund të sezonit do ta kesh gjetur. Nuk e di pse. Të lum goja, edhe madje edhe ofertën pasaj për dikur e kam nga Vasi, kështu çift. Kjo është pak po e sigurt. Ose mund të shkosh dhe gjesh nusen atje. Shumë. Po na çoni pra, un po pres. Ke nga të gjitha komësit atje. Ta kesh paketën më së të përfshirë pastaj. Shumë mirë. Ultra all inclusive. Po. Merr dhe shapkat të vetë. Talluni me mua, po kur të më shikoni live pastaj nga resorti, do thoni jo, ti edhe dasmën do ta bësh aty. Po, se ja vlen. Unë mendoj që nga tani Franci nuk më dëgjon më se u shkoput mendërisht tek dasma tek nusja. Unë po mendoj çau ti ble djalit për të filloj shkollën. Po çon në shkollë. Aty na çuan. Ti mos i bli asgjë, po çoj tek Rixos për tek Rova, ku ndodhet edhe parku Rixi Club, i cili është klubi më i madh i fëmijëve, po ashtu në Antalya dhe ndodhet pikërisht aty dhe përgjatë korrikut të gushtit zhvillohen kampionat të ndryshëm për të zbuluar se cila është aftësia e fëmijës tënd. Pra, është javë në futboll, është javë në pikturë, është javë në kërcim apo në balet, zhvillohen kampionate të ndryshme dhe fëmijët konkurrojnë me njëri tjetrin dhe në fund fare përpos pushimeve mund të vinë mbrapsht në shtëpi edhe me një medalje, e cila mbetet një kujtim shumë i bukur jo vetëm për ta, por edhe për familjen. A ka hapësira sportive edhe për të rriturit? Ka një fushë mirëfilli futbolli, gjigande, ka disa fusha basketbolli dhe tenisi për të rriturit. Kështu që është, nëse them që është një qytet, është pak të them, sepse është më shumë se sa një qytet i rrethuar nga gjelbërimi, ndodhet në një nga zonat më të mira, duhet thënë kjo të plazhit, tek Rova është thënë ndryshe si palasa jonë, e cila mbahet me blue flag për cilësinë e ujit edhe shërbimit, kështu që tek Rova mund të paralelizohet lehtësisht me palasën tonë dhe nga njëra anë kemi detin dhe nga ana tjetër kemi Male Taurus që të sjellin atë freskinë në ditët e nxehta të verës që është oksigjeni i munguar që të gjithë e duam. Këto janë aktivitete që paguhen ekstra leftëria apo janë të përfshira në paketë? Aktivitetet janë të gjitha të përfshira në paketën fillestare dhe çdo gjë pastaj ti e shijon, mjafton që të flasësh me recepsionin për të përcaktuar oraret e tua të shfrytëzimit të fushës së tenisit apo të futbollit apo të basketbollit ose të palestrave pa diskutim që janë. Mund të jesh me instruktor personal në mes të Antalyas? Në mes të Antalyas. Më vetëm se e gjeta ku do e filloj palestra. Çok güzel kızım. Po kjo të ka penguar Mikaela deri tani, domethënë që të shkoje. Ja, e dia që kisha një farë pengese kjo paska. Si është jeta e natës në resort? Nuk e di si mund të jetë. Si më thon mblidhen njerëzit të festojnë. Nga fëmijët e jeta e natës shumë shpejt Franci, por jeta e natës është po aq aktive sa edhe jeta e ditës. Janë shfaqje të ndryshme, të cilat ju të gjithë ata që zgjidhin të pushojnë në Rova, po edhe ju dhe familja juaj zoti Franci. Faleminderit, e vlerësoj. Ndjek kalendarin me orare, ku si fillim pa diskutim prioritet kanë fëmijët dhe shfaqjet për fëmijët duke qenë se kanë një orë të caktuar që duhen vendosur në gjumë dhe pastaj fillon festa me DJ me pijen open bar dhe pastaj kalojnë tek zona e plazhit ku shpeshherë organizohen edhe koncerte të ndryshme me këmbë nërore dhe me ndriçim perfekt edhe me muzikë shumë të mirë. Këto shërbimet kështu me shoshunja janë? Unë kërkoj gjëra ekstreme.
ka disa spa. Disa qendra estetike deri ku ti je lodhur, ke ecur edhe zbathur në për të gjithë resortin, e thua di çfarë po shkoj atje, të fus se po se pati nuk vjen nata. Për kaq e humb një klient. Për masazhe këto gjëra. Ti vendos në një qese kështu hermetike dhe ja vendos me vete dhe i them që shikon shërbimin e ke shushunja ti ke në valizë. Paguaj biletën dhe për shushunjë. I thua Nadës, pse nuk shkove s'kishte shushunja? Justifikim. Por mund të bësh kërkesë nëpërmjet asistentit tënd virtual që mund ta kesh po ashtu në Rixos Premium Tekerova që dua shushunja dhe jam e bindur që në 7 ditët tua të qëndrimit do ta gjejmë patjetër. Hamam, spa, masazhe. A ka një sallë kinemaje në resort? Jo, sallë kinemaje nuk ka, por ka kinema të hapur në qiell, pra në një nga aktivitetet e shumta që zhvillohen atje janë edhe vendosja e disa filmave kult ndër vite që vendosen në zonën e plazhit edhe ajo është një eksperiencë fantastike. Merr edhe laptopin me vete, o Francë. Do i gjeni tani ndonjë problem tjetër? Jo. Ku do kesh kohë ti të rish? Tjetër. Të merresh me laptopin tënd kur ka kaq shumë aktivitete dhe ka shumë gjëra për të bërë në një kohë shumë të shkurtër, një javë nuk del për të përjetuar të gjitha këto. Jo, është e vërtet. Pushimet ikin shumë shpejt, por me rëndësi është kujtimet mbesin gjatë dhe nuk ikin aq shpejt në momentin që zgjedhim të pushojmë në Rixos Premium Tekerova, sepse duhet të thënë që është le crème de la crème. Nga sa nisin paketet? Cilat janë çmimet? Çmimet janë gjithmonë dinamike, por duhet të thënë që tani është ende sezoni dhe periudha e early booking dhe për të gjithë ata që duan të rezervojnë përpos 2 fëmijëve që do të kenë mundësinë që të marrin pa pagesë ekstra, do të kenë dhe 50% zbritje në paketat fillestare. Super. Kështu që Rixos Premium Tekerova ta kapi me gjithmonë e çmimit është më shumë ulje se sa ulje, kështu që nxitoni atë njerëz edhe ne që s'kemi vendosur akoma se ku do t'i bëjmë pushimet, ja një super opsion. Se do gjesh nusen, kështu që jo, më duket se ma vendosët ju që duhet ta gjej nusen atje patjetër. Madje edhe braziliane. Dëshka braziliane. E shikon që ky brez nuk është gati të marrë përgjegjësi, e diskutuam dhe të tema, po mua nuk e di kjo Lefteri. Sa herë vjen ti, i vini ide të ndryshme nga smomi çik Francin. Po tash fëmia duhet bërë me ti Nada. Takohemi të premten tjetër. Shumë faleminderit për këtë informacione. Faleminderit juve. Ditë mbar, fundjavë të mbar. Deri të premten tjetër jam i bindur që do jemi bërë me 2 fëmijë, jo me 1. Po shtohemi. Në këtë epokën e shpejtë duhet ta durojmë edhe pak për sot. Ekip futbolli deri në fund sezonit. Po sa të më duroni ju do të dëgjojmë një këngë njerë që të mbledhim. E ke gati të bërë saletën? Pak më vonë bërë saletën. Dëgjojmë një këngë dhe rikthehemi pas pak.